Deputeti Alisa Spiropali ka reaguar për protestën e Zvërnecit duke u shprehur se për Shqipërinë nevojitet një marrëveshje e re. Në një postim në rrjetet sociale, ish-ministra e jashtme thotë se teoritë konspirative dhe fjalët bosha nuk i përgjigjen dot protestave. Është kollaj protestave të sotme të sillesh rrotull me llafe boshe, me konspiracione dhe hamendje shterp, cilin krim kreu Lady Macbeth, pse i iku gjumi, pse ngrihej natën somnambul, pse mbante qiri në dorë. Çka duhet bërë sot është një marrëveshje e re për Shqipërinë. Spiropali vendos tekstin te reformimi i sistemit zgjedhor dhe tek mundësia për rotacion politik. Shqipëria ka nevojë për më shumë garë dhe jo për më pak. Ka nevojë për një sistem të ri zgjedhor që prodhon përfaqësim real dhe jo vetëm riprodhim të elitave ekzistuese. Ka nevojë për zgjedhje ku qytetari të ndjejë se vota e tij ndryshon ekuilibrat dhe jo vetëm statistikat. Ka nevojë për një kulturë politike ku rotacioni nuk shihet si katastrofë dhe fitoria nuk shihet si pronësi. Në reagimin e saj, Spiropali thotë se Shqipëria duhet të ndërtojë një shtet që funksionon edhe kur ndryshon pushteti, por edhe kur interesat përplasen. Sipas saj, një vend bëhet europian vetëm kur qytetarët e tij ndihen të mbrojtur nga e drejta dhe të respektuar nga shteti.